Gruaja bëri kërkesë për divorc menjëherë pasi pa këtë foto. Në shikim të parë, kjo fotografi dukej krejtësisht normale. Një çift i lumtur me 2 fëmijë të buzëqeshur. Asgjë nuk dukej e gabuar. Por kush do ta kishte menduar se pasi ta shihte këtë foto, gruaja do të vendoste të bënte kërkesë për divorc. Vetëm një detaj i vogël në foto përfundoi duke shkatruar familjen. Kjo foto ishte menduar për të kapur një moment gëzimi. Ajo duhej të ishte një kujtim i ëmbël, diçka që do t'i bënte ata të buzëqeshnin sa herë që e shihnin. Por nuk funksionoi ashtu. Në momentin që ajo shikoi foton, gjithçka ndryshoi. Susan u përkul dhe kapi dorën e burrit të saj. Por sa po vuri re diçka zemra i ra. Susan dhe John kishin qenë bashkë që nga kolegji. Të gjithë rreth tyre besonin se ishin çift perfekt. Pra, askush nuk u befasua kur u martuan menjëherë pas diplomimit. Jeta dukej mirë. Karriera të forta, një shtëpi e këndshme dhe 2 fëmijë të mrekullueshëm. Susan vërtet besonte se gjithçka ishte ashtu si duhet. Ajo kur nuk e imagjinonte se për John diçka mungonte. Bota e saj ndihej plot dhe e gëzuar, si një ëndër që ajo donte ta mbante përgjithmonë. Kështu ajo vendosi ta kapte atë në fotografi. Vite më vonë Susan do ta kujtonte atë moment dhe do të dëshironte të kthehej pas dhe ta ndryshonte të gjithën. Ajo planifikoi seancë fotografike familjare me kujdes. Fotografi ishte dikush që ata i besonin, një mik i mirë i familjes. Ajo përgjigj shpejt mesazhet e saj dhe tha se mund ta bënte atë pikërisht ditën tjetër. Ishte një pasdite e ndritshme vjeshte. Pemët shkëlqenin në të kuqe dhe të artë, dhe ajri ndihej i qetë dhe i ngrohtë. Gjithçka dukej perfekte, por Susan nuk mund të mos vënë re se diçka nuk shkonte me John. Ai dukej i shqetësuar, megjithatë ajo e shpërfilli, duke menduar se ishte thjesht parehatia e tij e zakonshme para kamerës. Kur mbriti fotografi, Susan pa fytyrën e burrit të saj të zbehej. Miku i tyre i përshëndeti me gëzim, siç bënte gjithmonë. Ai kishte qenë në shtëpinë e tyre shumë herë më parë dhe të gjithë ishin gjithmonë të lumtur ta shihnin. Por kësaj radhe ishte ndryshe. John ishte qartësisht në ankth. Buzëqeshja e tij dukej e ngurtë dhe e detyruar. Ai po përpiqej të fshehte diçka dhe kamera e kapi atë, edhe nëse askush tjetër nuk e bëri menjëherë. Disi ai u bë bashkë dhe seanca fotografike vazhdoi siç ishte planifikuar. Susan duhet ta kishte vënë re menjëherë se diçka nuk shkonte me sjelljen e Johnit, por në atë kohë ajo nuk mund të mendonte për këtë. Ajo mendoi se ai thjesht kishte nevojë për pak kohë për t'u relaksuar para kamerës. Susan vërtet besonte se gjithçka në jetën e saj po shkonte shkëlqyeshëm. Ky moment dihej i veçantë dhe ajo donte ta ruante atë për gjithmonë në një foto. Ajo kishte një familje të dashur, një punë që i pëlqente dhe një shtëpi të bukur. Mesi priste të shihte se si do të dilnin fotot. Ditën tjetër fotografi i dërgoi fotot me email Suzanit. Ajo ishte emocionuar që i mori aq shpejt, veçanërisht pasi vinte nga një mik i ngushtë i familjes. Ajo nxitoi në shtëpi, hapi laptopin e saj dhe shkoi drejt në kutinë hyrëse. Ndërsa fotot po ngarkoheshin, ajo buzëqeshi. Fotografi kishte bërë një punë të mrekullueshëm. Suzan u ndjej ngrohtë vetëm duke i parë ato, sa të ëmbël dukeshin fëmijët në çdo shkrepje. Ngjyrat e ndezura të vjeshtës i bën fotot edhe më të veçanta. Ishte vërtet dita perfekte për të bërë foto. Suzan filloi të zgjidhte të preferuarat e saja, ato donte t'i printonte dhe t'i varte në mur. Madje mendoi të përdorte një për kartën e festave të këtij viti për t'u dërguar familjes së tyre. Pastaj një foto i ra në sy. Ishte një shkrepje grupore e të 4-ve. Por ndërsa shikonte më nga afër, diçka në lidhje me fytyrën e Johnit spikati. Ai nuk dukej si një burr i rrethuar nga njerëz që ai donte. Shprehja e tij ishte e largët, sikur nuk i përkiste aty. Susan u ndal, duke u përpjekur të kuptonte se si u soll ai atë ditë. Pastaj diçka tjetër i tërhoqi vëmendjen. Ajo zmadhoi dorën e Johnit. Ajo që pa e bëri zërin e saj të hidhej. Ai nuk e kishte vënë unazën e tij të martesës. Në vend të kësaj ishte unaza e fejesës që i përkiste mikut të tij të fëmirisë. Susan mbylli laptopin e pa aftë të lëvizte. Mendimet i fshuan. Në atë moment gjithçka dukej se po lidhej. Ajo përpoqte të largonte ndjenjat. Ndoshta po e tepronte. Ajo e donte Johnny dhe besonte se edhe ai e donte atë. Por atëherë pse kishte vënë unazën e dikujt tjetër? Dhe sa kohë kishte vazhduar kjo?
Suzan shikoi unazën e saj papritmas dhe pasigurt për gjithçka. Një pyetje i bëri Jehon në mendje. A kishte qenë gjithë jeta e saj një gënjeshtër? A i kishte humbur shenjat gjatë gjithë kohës? Apo fshehte John diçka që ajo duhet ta kishte parë? Suzan vendosi se ishte koha të fliste me Johnin për unazën. Ajo i kërkoi një fqinje të kujdesej për fëmijët. Nuk donte që ata të dëshmonin ndonjë tension midis prindërve të tyre. Kur Johni hyri në derë pas punës, shtëpia ishte e qetë. Suzan ishte tashmë në dhomën e ndjenjës duke pritur. Në momentin që ai e pa, John e dinte se diçka nuk shkonte. Ai kuptoi se Suzan e kishte kuptuar. Kështu, ai ul dhe i tha të vërtetën. Ai pranoi se nuk kishte qenë i ndershëm me të, por tha se ende e donte familjen e tij dhe donte t'i mbante ata së bashku. Suzan ishte e shtangur, por thellë brenda një pjese e saj nuk u befasua plotësisht. Ajo kishte vënë re shenja më parë, gjëra që e bënin atë të pyeste veten. Ajo gjithmonë kishte një ndjenjë të çuditshme për afërsinë e Johnit me mikun e tij të fëmirisë. Por rrëfimi i Johnit nuk u ndal me kaq. Ai gjithashtu pranoi se kishte qenë i pabesë dhe personi me të cilin ishte përfshirë ishte miku i tyre, fotograf. Njëjti që të gjithë në familje i besonin dhe admironin. Suzan nuk e besonte. Mendja e saj u kthye në seancën fotografike. Ajo kujtoi se sa nervoz kishte qenë Johnny. Ajo kujtoi mënyrën se si shikonin njëri tjetrin. Pa pritmas, gjithçka kishte kuptim. Jeta që ajo mendonte se ishte perfekte si në foto kishte çarje që ajo nuk i kishte parë kur më parë. Gjithçka që Suzan donte ishte të krijonte një kujtim të bukur familjar, diçka që të gjithë mund ta kujtonin me dashuri. Ajo kur nuk e imagjinonte se seanca fotografike do t'i kthente botën përmbys. Ajo që supozoi të ishte një kujtim i lumtur ishte bërë tani një kujtesë e dhimbshme. John e kishte tradhtuar. Ai kishte fshehur diçka dhe tani ajo ishte hapur. Imazhi i saj i një buri perfekt u shkatrua në një çast. Suzan u ul në heshtje derisa John fliste, e pa aftë të gjente fjalët e duhura. Zemra i dhimbte. Ku ishte buri me të cilën ajo ishte dashuruar në kolegj? Buri që i kishte dhënë 2 fëmijë të mrekullueshëm. A e kishte mbajtur këtë prej saj gjatë gjithë kohës? Si mund të jetonte një jetë të dyfisht dhe të kthehej në shtëpi sikur asgjë të mos ishte gabim? Mendimet e saj apo rrotulloheshin dhe ishte e vështirë të qëndronte e qetë, por ajo përpoq të dëgjonte. Ndërsa John u ul aty me lot, duke shpjeguar gjithçka, Suzan thjesht e shikoi. Ky ishte buri që ajo dikur besonte se do të ishte pranë saj përmes çdo gjëje. Zemra po i thyej. Ajo mendonte se kishte ndërtuar diçka të fortë, diçka reale, por tani gjithçka kishte ndryshuar. Ngadalë ajo u përkul, uri dorën në gjurin e saj dhe tha qetësisht: "Është në rregull, unë të fal." Edhe përmes dhimbjes, një pjesë e saj ende i interesonte. Ajo donte paqe për veten, për Johnin dhe për fëmijët. Suzan dhe John përfundimisht bën kërkesë për divorc. Dashuria e tyre u zhvendos ngadalë në diçka tjetër, një miqësi e thellë e qëndrueshme. Me kalimin e kohës ata arritën të mbanin atë që vërtet kishin më shumë rëndësi, respektin e ndërsjellë dhe dashurinë e tyre për fëmijët. Edhe pse lëndimit dhe tradhtisë Suzan zgjodhi të mos mbante hidhërim të ish-burrit të saj. Ajo që kishte më shumë rëndësi tani ishte që secili prej tyre gjeti paqen dhe eci përpara. Dashuria vjen në shumë forma. Ajo që Suzan dhe John ndan, kaloi shumë gjëra, por nuk u zhduk. Thjesht ndryshoi. Nuk ishte lloji i dashurisë për të cilën njerëzit shkruajnë këngë, por ishte diçka po aq e fuqishme e qëndrueshme, pa kushte dhe testuar nga koha. Në fund, si Suzan ashtu edhe John gjetën lumturinë e tyre. Është e rrallë që njerëzit të qëndrojnë afër pas një divorci, por ata arritën të mbanin ngrohtësinë midis tyre. Mbi të gjitha, ata qëndruan të bashkuar për fëmijët e tyre. Kjo lloj lidhjeje është ajo që e bën një familje. Edhe pse jetët e tyre morën rrugë të ndryshme, zemrat e tyre ishin ende në të njëjtin vend kur bëi fjalë për atë që vërtet kishte rëndësi. Fëmijët e tyre ishin gëzimi i tyre, dhe së bashku ata vazhduan t'i mbështesnin ata me gjithë zemër. Dhe ndërsa jeta vazhdoi, secili prej tyre gjeti një vend ku ndihej përsëri e plot. Një vend ku ata mund të buzëqeshnin, shëroheshin dhe të ndiheshin vërtet në shtëpi. Nëse ju pëlqeu kjo histori, ju preku, mos harroni të klikoni butonin pëlqej, të shpërndani videon dhe të abonoheni në kanalin ton. Mbështetja juaj na ndihmon të vazhdojmë të tregojmë histori kuptimplota si kjo.